Di, di, pra ta nuk futesh me tatë. Për i thillë në llogarit. Po s'më intereson mua se për çfarë futem mua me to, se du këto? Le se flasë kiçja pra. O kiçe. Ka problemi fut kot. Asilloj me të kiçe po. Flasim edhe me radhë. Stela, deri diku Petriti ka drejt. Se di unë ndja jote. Po ka drejt pra. Si s'pëlqen, po ti s'pëlqen se si Petriti. Se Petriti do komandoj muve me ka futa mund që? No, s'ka Petriti komandoj. Petriti do të këshilloj, kupton? Unë kam punë me këtë që kam këtu. O Stela, më na fol me inatë, Stela tani, se s'na kemi përposhtë dhe Zajmra dhe Buko Stela tani, mos ke vi raktën tani. Ku Zajmra Buk që flet me inatë tani. Po s'po të flas me inatë me. Tani ai nuk po thot ndonjë gjë. Ai po thot diçka që e kemi parë të tërë. E ke burrin e ke thënë, e kam në burg, e kam parë dhe unë, jo vetëm Petriti. Po normale që unë e kam burgun, s'po më hoj gjurë që se kam burgun. Që të keq që ka? Po mirë, ata themi fjallë Stela se po të flasimi që të folmi njëri timin. Ty qatë duhet, ty që e shërton punën e burrit tanë që i karani farkesi ashtë në burg. Qfarë, si e mendon ti? Vetëm këte si e mendon. Flasimi që të folmi njëri timin tani. Se t'jo, pesë të je goca gjajs tim. Që të duhet ty me përfol tjetrin që është burr që i ka rani fatkesi, edhe ti e përfol burrin tanë, që nështë a ke dhe fëmijëve ta, ne pa që u baf 200 vjeç fëmija, pse e përmen burrin e tanë ty para burrave të uj, jo vetëm para burrave të uj, po dhe para njerëzve që jemi ne këtu, pse e përmen burrin ti që është burgut i zemrejnë. Kot, për kuriozitet. Olale, në gjësë e një sekund, rraf parë nuk e kam përmen me ty, vësa e kam përmen me Kletin. Olale, i sekund, e ke përmen me mullë. Okej, nuk do ta kuptoj nga unë kam punë me ty të gocë. Okej, respekt, e trujtë zoti, okej, respekt. Kur të kuptoj jo në flasa du në tu, dheri sa ka hinë këtu në flasa du, kemi drejtë me fol. Jo, nuk kemi drejtë me ofendu, po në flasa du këtu. Ato që kam pati i themë të ju, nuk kanë nevojë me një marrë mas shpine, e për ti themë mas shpine. Ato që i kam pati i themë të tu. Ke pati mu, vë më vla. Po jo, ke drejtë, ke pati mu. Po të kam, si të kam pati ju, pa a jem TikTok, a je pjesë i TikToku ti maj. A je pjesë i TikToku. Po je pjesë i TikToku, pra ka pak e të njaje vetëm onere. Je pjesë i TikToku tërë. Qa thumë? Di gjote që bëjnë një budallikun të TikTok-e? Moj Stela, po thot qaf ke po thëm gjenë. Moj vajzu, po thot që bën budallik. Nuk po thëm gjenë tu. Po që lidhi ka TikTok-u me këtë mesme? Qa lidhi ka TikTok-u? Jo me gotë, jo se këtu jemi gjithë, në mi gazan jemi gjithë. Jo, ke gabim o ti, Stel. Ke shumë gabim, që Petritin tani. Ke gabim, po Steluqe. E ke gabim tani. Vlla, ti po flet kot në kot, asi gjo nuk po të marrë vesh. Po flet kot në kot, asi loj gjoj. Me mu, vëse me burin tem. Qa ti themu në kiqe? Sepse e tregon një historin se shpresh kur ti thua që jo s'jam unë e rrjeteve sociale, jo s'jam unë e TikToku ti. Bravo! Ka ti e Bravo. Po normale që e kam përmen. Po, e ke për këta po të thot, nuk ka as po të gjithë më po të se të e ke përmen për gjina, e ke përmen për gifte, e ke përmen për meravitim. Një minut, o Stela, jetë folmi një njeri që nuk ashtë tani, ka 20 vjetë në rrjetet sociale, nuk ka tani. Pra ta po të them, ti kujdes për të flasë. E përmen për viktim. Kur kishe unë i boj asje nuk po gjenore. Po më s'fal ashtu. Kur kishe unë i boj nuk më ka gjen asë njeri. Si? Kur kishe unë nuk kush që me lekë të TikTok, se lemë punoj vetë. Po ti s'mjef muve, për ne flet kot në kot. Ti se di kush jam. Unë nuk po flas kot në kot, më. Unë po flas atë qarë. Se unë Stela punon vetër, është jam me krahat e mijune. Kush jam me lekë të TikTok-u tërë. Si a qive në se po mba më dalë nga vetja ime. Unë dale hik po fillove me fundë. Është jam me krahat e mijune, punoj gjithë. Po fillove, dëgjoj këtu. Unë i thash kosit, mos ta bje filan gocë, po mbi kiqen se e di me kiqen e njohin këtë dunjaja, e di këtë Shqipëria, edhe mos më sill ndaj gocë tjetër përveç kiqen. Tani po fol edhe ti budalliqe, pastaj dalin fjalët e mia që janë vërteta. Unë nuk flas budalliqe, po mba më zor më të kthy unë. Se ke edhe moshën e madhe bilës. Jo, s'ka punë moshe këtu. Jo. Nuk ka punë moshe këtu ti, Stela. Tu ka punë që njerëzit kur futen këtu në TikTok, o do bjen viktim giftesh, o do bjen viktim e burgut, o do bjen viktim e moskambjas.
O Lale, në gjësë Eleni, se unë tash, ku kisha nevoj nuk më ka nimu në njëri, nëse sot nuk kam nevoj mo për në njëri. Këtu hyrë qenë më në kalu kohën e në ka qe. Apelone, Lale, Stella punon veto, Lale, punon rruba qepsti, 10 orë. Okej, shqyr. Po, që ti së njek fare mu, ti së di fare se kush jam mu. Muati? Zoti erti. Po zakto peshme. Ti je zoti. Nuk jam zoti, në mali që s'jem, po jam zonja vetës. Po ti ishe zoti nuk do rrishin TikTok. Tash si e zoti. Po Lale, po jam zonja vetës, mor vlla. Shumë mirë, bravo qoftë. Moja i po bën një diskutim, nuk po bën debat. Ore, e ka bon, kjo Stella, ka bon këtë diskutimin o ti motraime, o kiqe, e ka bon më se e kam gjun, e kam bon. Stella është njëri impulsive. O Lale, e kam bo me klevje, nuk po ta them arsyën ty për që e kam bo. Lale, E kam bo tani gjatë klasën në on pa murat Lale, me se nëzirë po për i flas burgut. fare, Lale. Mus një majti në njëri. O Lale, Që më kretë mu më këtë mundi me bak pa i kokër. O Lale, i minut flasim gjithë në radhë, Lale. Tani, Lale, në radhë pa, Lale, ti nuk është se ke folë vesh me Klevjon, Lale, ke folë dhe me mu, Lale, dhe me shumë Lale tjera. Vetëm like. Edhe çka po thot Petriti, Lale? Po pra, këtë i tha, nuk ai as nuk më paragjikon, as nuk më bën debat. No, s'kam punë para gjiku njeri në hyë, shpun kam. Kaq. Asi gjos tha më, as nuk të ofendoj, as nuk tha gjë. Unë tash e kam përmen gjatë dë nimante në njëri. Nuk nimojti në njëri, pika që. A ka Qa marrë ndime të do, Mara, se të nimojmë ne. Qa ndime do, shok, o Po Lale? kisha diku ndim. Po sot nuk kam Na nevojë, se futem. e mori dënimin, ti e di shumë mirë gjë më tho burg. Se ndoshta nuk ja vroj hasmi ta përvojë të jo. Burë, s'ka ra për mua, i ka ra për hallet e vetë, Po mirë më një me ka ra për hallet, ai ka ra për muve. Nuk ka ra për ty vetë të jo. Ore, atit ju rëj lirim shpejt, unë sa ma shpejt më liru me ti Stella. Po mu vjen keq. Bravo, shumë mirë, ashtu fol. Fjalë Jo, të mos nuk e mos të ty Stella. Ngjo, o Stella, ngjo mu. Ngjo Petritin në burë. Ngjo Petritin. Shky si shef të unë pyt dhe Kozakun, se trego dhe Kozaku, deri tani kam nimu 1800 familja. Jo një familje. Unë ta kisha dit, kisha nimu dhe unë. Po problemi është se unë kam shef se femrat që janë të sinqerta 100% dhe pranojnë atë që është, unë ato i du jo një herë, po 5000 herë. Kurse ty tani në këto momente se du fare në njëri mo. Nuk du fare. Unë për zotin më nuk du fare. Ja, shikon ku kalon. Unë të thash, unë ku kisha nivojën asje nuk mu ka gjenë. Qa mirë thonë ti pas e përmen burri ti e pas a ditë për muve. Se nuk më ndimoje ti muve? Jo, e kam gjuga live-et pra pa them dhe i herë. Sa mirë këte e këllafën i me. Jo, mërë e kam gjuga live-et. Unë e kam gjuga live-et rrët të shpisë, e kam gjuga live-et edhe unë tregoj drejten e kam gjuga live-et edhe mos kujto se nuk jam prekëre. Ej, mos kujto se nuk jam prek, se ti në është ta palesim një mu. Mos kujto se nuk jam prek. O të keqen, gjo Stella një sekund, jo ti, por Stella nuk ka pyet të i njëri, ku ka marrë Stella shpi, në gjoj sekund, nuk kam pas imi lek këto shpi. Mos shif sot që jam e zoja vetës që punoj firmë italiane. Po imi lek nuk kam pas shpi ku më ka burri, kështu që asjen mos më flasim me këte pjesë, e kam vujt vetë e pjesë, nëse sot nuk e kam nivojën. Sot a kam bezdit ma përmeni njën të gjonë, se nuk më ka nimu në njëri, a mund ma përmeni njën që më ka nimu pa, diku më ka nimu më? Ka nimu vetëm daja malë që unë nga dursi, vetëm e i loj robim ka nimu. As njën tjetër mo. Bravo i qoftë. Po, vetëm e i loj robim ka nimu. Po këto tjetër jam gjithë vetëm më talë. Do të me animu, do ma respekt. O bablok. Do të me animu që una, do të me dhonë gjithë nga i dorë. Po jo, më të dhe që ka problem mu të ela një me i ku muve. Armando, respekt. I rofsh faleminderit që thu fjallën. Pyte qikës, unë jam shumë mike me matrët e këtite. Matën që shu Stella këtu nga vajën, që prezencë ka Stella këtu nga vajën. Ja, lëroj Belan, po të di si i varë, prezencë nga vajën. Më që me në shef Stella të TikTok, po nuk o Stella shtu si që me në ti. Si të shef të gocët e tjera. Në gjok tu, je gosë një në rrapë parë, je grue, jo gosë, je grue, një në rrapë parë nuk të shkon ty, me ba tangardhiqe burrash. Gjo Stellen, jam vetë burë, vetë grua Lale, nuk kam frikë në njëri. Nuk ka mundësi ti jesh vetë burë, vetë gru ti, kur sa ti jesh gjallë nuk bash. Ti do jesh vetëm grue. Vetë burë, vetë gru ti s'bash, sa ti jesh gjallë. Pjesën time dhe të Kozakut se merë do ti. Kur njët. Po, halli që shpite me jam unë zoja.
Po ti je zonja, bravo. Tu jam dakord, tu ngrej dur të havau. Tu je dakord me ty. Po ti vet burrë vet gruti s'marr sa ti je. Ja, sa ti je shop. Po Se ti je. ne nuk po e thojmë, Gjostelen, nuk po e themi që unë jam burr tamam, po jam e zonja tash që bëj në rolin e burrit e në rolin e gruas. Po rëp të shtis kur një. Po pasha zotën kur njët me ti Stela, vetëm se okej, fol ti mirë, okej, se unë po të gjej. Ti fol, unë po të gjej, s'ka problem fare. Po pse ti qysh menoka? Unë ma thoj pak ti, ma thoj pak. Po s'te menoj, nuk te menoj fare, unë ty te menoj si femër, si zonjë, jo si femër, si zonjë e shtëpisë tane. Ashtu të mendoj unë, ty. Po si burr ty s'te mendoj kurrë. Po Stela, pyetje nga publiku, thonë kur I vete mendja Stelës, ç'a bën? Po qem të më bete, Stelo familjare, shkoj e takoj burrin unë. Nuk kam ngelu më taku burrë do, se ja pus, ja varë mballë. E morë vesh, mos mbo muve këta pyetje. Po një pyetje të mënë. Na vrave, se s'tash... Po jo, pra, në gjë Stele një sekundë, a di që o burri I mrena, unë shme te që ki fote e ke mrena. Me shokun tatë. Me keme. O ku që le. Me te nga dursi. Po kujtohoj qikës. E di për të thua, gjallëshej? Po gjallë është, ati mrena është. Kur disa herë flet edhe I bashkë me burrin tem ati mrena, dhe më ka pyet edhe për tyve. Unë s'dija që kush ishe ti. Akoma pyet për muaj? Për kokën në gotë dhe po më ka pyet. Unë e di për të thua, po akoma pyet për muaj? Stela, më falë që për bashkë sa herë, je martu ti Stela, 3 herë, më falë që për tysë. Jo, 2 herë. 2 herë. Sa është dënuar burri? Më mirë, deri në 7 herë lejohet. Po ti qa ketë, ja futi kiqës, po jo se e di unë për këthot Stela, lëre. Ai që mendon Stela, ai që mendon ti e la grua për mua e ka lënë, le, ai vdes akoma, merr akoma me numër kabine, unë se ti qa do ai lërotu që merr në telefon. Baba, nuk ka gru. Ka pas, Aleko, jo Alex, Aleko. Aleko, bravo, po Alek baba. Aleko baba ka pas gruaj, mos s'du t'ja përmend emrin gruas vet. E ka pas gruan ai dhe e ka lënë fiks për kiçen. Dhe kiçen ai e do akoma, është e faktuar kjo gjë, ai ka vënë vundën. Unë se du më vlla, se du më. Ai Jo, po më ka pyet na herë, ka thënë mu futesh në futën ai me kiçen. I thashun po s'u njoh kush është. Nuk të do më kiçja thu jo vlla. Nuk të do më kur flasësh nesër thu hiqe mendje, hiq drejt që e mori. Mendjen. Ai do dalin tani për vitrim, duket muve ka javë pushime. Se ai e ka marrë dënimin e plot nga apeli. Sa dënim ka marrë? Nuk e di, ai ka dhe mos dënimit që ka bërë, nuk mund t'i nelin shumë atit nga marsi nga prija dhe mund të lërohet. Po është ma, kam zerë në video në gjë. Jo, qa video, është njëri që kam pasur unë. Jo, thënë një që jam zimë me. O ti kozak qa bere sot njerë? O Stela ai të pyet për ditë për mua? Regla, o dashuri. Jo, më ka pyet vetëm një herë për zotën e mallse. Burri im ka si bezdi kur hyon ton TikTok në tot mu. Ma natë keqen tot mu mos mu fut më rop kot në kot. Jo, më the mos I tha ai më mutoi, tha oj Stel ta futu hi me kiçë të bëj të fala. Thashun, kush o kiçja? Unë kujtova gjatë se thashun ai burrim ti janë shumë mirë se oloshjar. Më mirë se sa mu, tha o ta kiçja tha. Për mendimin tim shkoj menja. O Stela, për mendimin tim, ai qen ka burr me taman. Kush? Burri jot. Po burr si gjithë tjerët o lale. Jo si gjithë tjerët, jo. Është burr me taman, jo si gjithë tjerët, se ka burra. Po derisa ta ka thënë atë fjalë që aman qen ka burr me taman. Normal, sa do ti me pas gru, nuk dalosh gruni me, unë nga, nuk kam hërë nga Unë me pas grunë me ram burg, Stela, unë me pas grunë edhe me ram burg, Stela, si kur një muj me ram, 2 muj me ram burg, unë I thom gruës ti ke nëna vetë, ke baba e vetë, se s'rej ma me ta, po. Sa ma se s'ka Shumë një jeti, po burri mus më kalon rrugët, keq e mirë e keq kam shpinë, kam kalamaj. Unë, në momentin që del mu në TikTok gruja, unë jam burg, po s'ma të Jo, që ose den TikTok, kënë drejtë. Një do prapë thëmë. Jo, ato ke drejt. Ndoshta kur ti ke besim te gruaja jote ndoshta, se ke hasur ta drejt gruaja jote. Jo, drejt për drejt. Jam me ty. Gruaja ta gojgoce. Po lale mos I pas ato mendot keqen. Gruaja ta drejt edhe pa hyn burg burri, po
jam duhesh me thanë për tjera gjana. Po triti për ca A gjona. kupton? E po, Se nuk është gjo stele një sekund, o Petrit. Kështu i mësoni gjithë shqiptarët, që si flisni juve, e në dilni mirë. Si? Po ky s'po mëson shqiptar, ky thjesht po tregon diçka. Po shumë mirë, nuk bën gjë vetëm stele, se bën gjë miliona euro. Në për ta ngjuar, edhe me ngjyrë gjona. Nëse janë ato si puna ime, jo bën zoti halal valla. Ndje lale, jo mendimi juve gjithsesi. Edhe unë nuk për shembull kur të martohem një ditë pas 200 vjetësh, nuk e bëj burrin tim publik. Fare. Është një gjë që më përket. A mendon që të martohesh një ditë apo? Ta bëm zoti halal, bravo. O Argo, amër zemra se jam live Argo. Në orën 6 jam çuar. Nejse Stella mund të ketë fillu o kiçe. Stella mund të ketë pas edhe probleme edhe mirë thotë. Nëse thuj daku do ikë atje. Do shketa nuk ka hinti, shketa nuk ka të shket, po se ka fëmijë të burrin, po ndoshta ka hinti TikTok edhe për anë ekonomike. Sepse nuk ka pas Sa mbështetje. do të shkojnë s'është problem. A kupton? Normale. Nuk po bëjmë debat me Stelën, ne po bëjmë diskutim, ore. Nuk po bëjmë Jo, debat. po bëj debat me njerëz unë se s'm takon me bën debat me Stelën mu. Po, Stela e di vetë si e ka hallin e shtëpisë vet. Po normal, o Petrit, normal që unë stela për atë punë kam hënë TikTok, nuk kam hënë nga e mira. Unë në thënë, okay, pra, okay, ja shef. Stela, gjë Stela, Stela 8 vjeçare është, nuk është për TikTok. Po si dhe Okej Stella, okej, trujt zoti Stella, nuk ka lidhje. Se ti se njerëzit du ta kuptojnë në burr se por njerëz rrobat e shtëpisë kur bjen hall, rrobat e shtëpisë duhet me luaj gjitha gurt në fundit. Kur bjen hall, burrin burg, fëmia për të rrit, e shtëpia për të paguajt, dritat për të paguajt, ushqimi për të paguajt, njënën tjetrën, avokat për të paguajt. Se këto Kam fëmijë, po normale se shtëpia ka argjimin i me, se një rroga vetme nuk e marr dot shtëpi. po pra. Se ti e di shumë mirë që shteti kemi ne, di sa Stella dal në fund muajit me 300 orë. Pyet e thoj sa lek merr muajin thoj Stella so që punon me 300 orë më shumë rrim punë. As 800.000 lek nuk marr jo. A ky o Edi Rama jon që votoni juve? Qa keme Edi Ramën ti? Po pra ky o Edi Rama, ky sa rrogë ka Edi Rama. Edi Rama ka rrogë. Love you. Që rrogë ka? Ma thoi muve. Arg, merrem pastaj. Edi Rama është shumë i mirë. Të mirë është Edi Rama, që të mirë ka? Ma thoi Sa që do të bëhet Edi Rama më. Sa do të them se çart mirë ka Edi Rama Stella kur 80% kur trash Edi Ramën jetë fshat 85% shqiptar vojti motrejme. Po nuk vuni juve si çvujmë në ditë punosh të het çoj gruntatet punoj. Po nuk e di ti, nuk e di vujtjen aty tjetrit. E di çfarë tha Kosaku në nato ti se a di pse m'pëlqen ky Kosaku mu. Se ky Kosaku nuk mshin të mas gishtit. Edhe kjo qashtu, kjo qashtu. Ja kjo goca qashtu se këtë e du fort. Te du ma shumë sasni nga TikToku, te gocën këtu, te kiqen. Ma shumë sasni nga TikToku du te këtu. Te. Edhe Kosaku e du sepse këto dy persona nuk fshihen nga gishti, nuk fshihen mas gishtit. A kupton Stella? Pra ata I du këto dy persona. Unë I du këto dy persona sepse nuk fshihen mas gishtit. Nuk fshihen vëlla mas gishtit. E thon trosh fjalën që kanë, edhe hallin që kanë të gjitha. Edhe kemi qenë pa pantallona tha, kemi qenë pa brek tha Kosaku. Po, kam qenë dhe pa buk tha. Por rob të shtëpisë, ta kam qenë dhe pa buk. Por pas I kam pa unë gjitha. Se kjo që mi rritë, pëse po ne jena rritë direkt të hovim kalta, ti di shumë mirë se si kena bazur. Unë atë po të them. Po, okej. Po Edi Rama nuk është për të marrë pushtet, se Edi Rama Edi Rama është më I mirë, po le më për Edi Rama, as 500.000 lekë nuk morin mujtja, me që ta marrim në familje. Po sa do, ku dhe që të bëjt Edi Rama të 500.000 lekë nuk I merë në Italiti, po rrim mirë se janë shumë 500.000 lekë. Nuk merë 500.000 lekë, qko Italioni tja sa pagun, Italioni pagu 2 milion lekë punëtorin për drita, ke taksa, ke qira, ti marrin prapë. Kena që ka buxhetin, qa do bëjt Edi Rama? Jeni mirë me Edi Ramën, mos të bëni budove. Pra mendimin tim Edi Rama është, ndërse unë se kam qef, po që sa gjëra I ka të mira, që ka buxhetin. Pa që ka buxhetin dhe këta tjerë, po të ishin aq. Italianit janë rri rrogën punëtorëve të? Edi Rama ja rritë rrogën punëtorëve? Po normal Edi Rama është ai që vendos, nuk jam unë. Edi Rama merr urdhë nga dikush tjetër, nga Amerika. Se Amerika I thotë ti t'jepi ti punëtorëve të katë që punëtorë që jemi në 500.000 lekë nuk morim. Ti më para ke pas punu me 150.000 lekë, tani merr 800.000 lekë dhe ankohesh. Po rrirë urt aty.
Ju më paguaj Italioni 800.000 lekë, se mban nga 350.000 lekë moro kozak. Për kokën e fëmijëve, nuk rrin Stela. Po mi Ai ma sot tani e ti dera më të punojun. tani aq është Bukuroshe, tani e le punën. Ti ke lëmoni ti asaj, rri Shqipëri, punon tu ajo. Ne s'ke në shtetë dhe vujmë gjithë shqiptarë. Po të pristim gjithë shtetin o ti Stela, unë Kozaku, e Kiqja, e ti, apo Burriot, apo njëni, apo tjetë, po të prishim gjithë shtetin, do ishim gjithë pa bukë në shtëpi. A kuptova Stela? Me mira shtetësim dhe pak të japim dorë dhe Fjallë vetës. janë, që punë e bën ti? Ti që ndihmo karot, që punë e bën ka ti? Me që mirë? Unë punojmë portakale, ullin, kështë gjenash. A kuptan? Që ku të punojmë? Po ka 3 muaj, që po muaj tjerë? Kiqja ta i zemë. Po ke 3 muaj, po muaj tjerë, që bën? Mujtë e tjera laham tu të peshina që kam në bërë. Shumë mirë, bravo. Shef ti si pas të hecë për para ju? Se rrini gjithë ditën 24 orë të në TikTok ju normale, rof TikTok u juve. Nëse ne që punojmë, s'dija dalim më ngër bukë. Ju ka bo zoti risk. Ju ka bo zoti risk, ke që bën, nuk ka është me riskun e tjetëri. Mire ka këto. Po, E bërë kësa, nga ka bo zoti risk. normale. Ne punojmë gjithë ditës s'dija dalim më ngër bukë. Nëse ju lanin pishinët. A kuptone? Ja. Se... Japin e kjo teatr macin. Jes një njerëz, jesin si keni esë për para me te TikTok, keni dal jashtë rreziku, se të punoni ashtu si që ka punon zima Stela. që Dhe kujtosh pastaj e mos Stelën kur nesër mjes tonë orën 7 të gjithë dhe jam ke kalionin O punë. Petrit, ika herë, o ti Kiqe, ika herë, vi pastaj të shojmë, Ika, pastaj baba. që kanë zishë. Dalim të shojmë. Ika, Ciao, o Petrit. Stela, të rritë zoti, Stela, respekt, të rritë zoti.